Rikthyer përsëri transmetim të drejt për drejt në pjesën e dytë të Studio Live, ndalemi shkurtimisht te titujt, kalojmë te një aktivitet i minutës së fundit dhe më pas kalojmë te biseda që kemi në këtë pjesë. Presidenti francez Emmanuel Macron rikthehet në Tiranë në muajin maj në vizitën e dytë zyrtare në Shqipëri që korrespondon edhe me samitin e Komunitetit Politik Evropian të 16 majit. Lajmi u bë i ditur nga ministri Igli Hasani gjatë takimit me ministrin francez për Europën. Pas standardevempur se edhe Agjencia Ndërkombëtare e Vlerësimit Moody's ka konfirmuar me perspektivë të qëndrueshme ekonominë shqiptare. Sipas agjencisë, ndikimi japin reformat në kuadër të integrimit. Brenda një dekade nga buxheti kanë dalë rreth 2.5 miliard euro për të mbuluar deficitin e skemës të pensioneve. Migrimi në deklarimi pagave dhe puna në të zezë vijojnë të cënojnë pensionet, ndërsa diferenca në skemë vijon të mbulohet nga buxheti i shtetit. 2 ditë para nisjes zyrtare të fushatës zgjedhore, OSBE zbarkon në SPAK me pajisje shtesë që do të përdoren në terren për të hetuar krime zgjedhore. Sot i pari që kallëzohet për blerjen e votës dhe shantazh ndaj votuesve është kandidati i Berishës në Durrës. Apeli GJK-s la në masën arrest me burg 3 ish policët e akuzuar për trafik ndërkombëtar të lëndëve narkotike me Greqinë, Shkëlzen Ruskaj, Ervis Ali Sinanaj dhe Erdit Azizaj. Ky fundit ish kandidat i Berishës për Roskovecin në 2023. Ulja e temperaturave 2 ditët e fundit ka dëmtuar rënd prodhuesin e patates në Divjak. Mbi 400 hektar patate, të cilën e ndanin rreth 2 javë nga vjelja, janë dëmtuar totalisht, duke ulur rendimenti deri në 70%. Vila 31, ku dikur jetonte diktatori Hoxha, është kthyer në një shtëpi për artistët dhe quhet Art Explora. Ajo mirëpritej artistët e parë që do jetojnë aty, të cilët vijnë nga Franca, Tunizia, Libani, Malta, Italia dhe vende të tjera.